Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahu al-azim. Në emër të Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. I shpëtuar është ai që pastrohet, që e përmend emrin e Zotit të vet dhe që fal namaz. Kaptina El-A'la, ajeti 14 dhe 15. Të nderuar besimtar, vëllezër e motra, nesër është dita e madhe e Fitr Bajramit, ditë e cila është festë gëzimi dhe krenarie për besimtarët, që me angazhim dhe devotshmëri përmbyllën obligimet e muajit të Ramazanit, duke përfshirë agjërimin dhe ibadetet e tjera. Sot ndahemi nga muaji i bekuar i Ramazanit, për çka falenderojmë Zotin e Madhrishëm që na mundsoi të përjetojmë këtë muaj të shenjtë, ku dëshmuam se agjërimi është një obligim hyjnor, është një akt i forcës së besimit dhe vetdijes për përkushtimin ndaj Zotit. Gjatë këtij muaji zemrat tona u mbushën me besim dhe dije, ngritën moralin ton, respektin, solidaritetin, humanitetin, tolerancën dhe paqen. Ky muaj na inkurajoi që të punojmë për një të ardhme të qetë, të ndritur dhe pozitive. Për besimtarin, festa e Fitr Bajramit është kulmi i këtyre përpjekjeve dhe një ditë e madhe gëzimi. Është ditë e fitores së besimit mbi mosbesimin, e fitores së të mirës mbi të keqen, e fitores së dijes mbi ignorancën, e fitores së paqes mbi luftën, e fitores së solidaritetit mbi ndarjet, e fitores së respektit mbi urrejtjen dhe fitores së njerëzores mbi jo njerëzorën. Festa e madhe e Fitr Bajramit është një ditë e veçantë, një ditë që shpreh falënderimin ton të thellë për përkushtimin ndaj Zotit të Madhrishëm. Pra, le të jetë kjo festë një mundësi për të forcuar lidhjet tona me të tjerët, për të shprehur dashuri dhe respekt për familjet tona, për të shtrirë dorën e pajtimit dhe për të kujdesur për ata që kanë nevojë. Vëllezër dhe motra, kam nderin e veçantë që në emër të Bashkisë Fetare Islame dhe në emrin tim personal t'i përcjell urimet më të sinqerta për të gjithë besimtarët kudo që ndodhen, duke lutur Allahun e Madhrishëm që t'i pranoj agjërimin, ibadetet dhe lutjet tona dhe t'i shpërblej ato ashtu siç din vetëm ai. Gëzuar Fitr Bajrami, e gëzofshim të gjithë.